Shkolla fillore Liria feston 80 vjetorin e themelimit me moton 80 vite dituri, rrugëtim, kujtime e suksese, që meritojnë të festohen me zemër. Një përvjetor që përmbledh një histori të pasur arritjesh për kushtimi dhe kontributi në arsimimin e brezave të tërë, të pranishmit të ndan emocionet dhe krenarin për këtë institucion, që vazhdon të mbetet një shtyllë e rëndësishme e arsimit. Në këtë ditë dhe datë të shënuar, kur shkolla fillore komunale Liria feston 80 vjetorin e saj, ndihem jashtëzakonisht krenare dhe privilegjuar që jam në kryet të kësaj shkolle, me një histori të lavdishme dhe një trashëgimi të vyer arsimore. Ky jubile më jep nder dhe krenari për të kujtuar e kumtuar arritjet e mëdha të shkollës dhe për të gëzuar të gjitha sakrificat dhe përpjekjet e të gjithë atyre që kanë kontribuar për zhvillimin e saj për gjatë këtyre 80 viteve. Kjo vatër e ngritur në pjedestalin e arsimit shqip, që në zanafillën e saj e gjerë më tani ka pasur njerëz të cilët me përkushtim të madh janë kujdesur dhe vazhdojnë të kujdesur, kanë dhënë e vazhdojnë të japin kohë, mund dhe mbi të gjitha zemër, për të cilën sot e gjithnjë kremtojmë faqe bardhë dhe zemër hapur. Të udhëheqësh një shkollë me histori kaq të pasur nuk është vetëm një përgjegjësi e madhe, por edhe një nder i veçantë. Liria ka qenë dhe do ngel gjithmonë një fole e ngrohtë dhe e dashur, ku nxënësit tanë bëjnë hapat e para drejt dijes, ku stafi ynë kujdeset si për fëmijët e tyre, thjesht thënë, ku çdo kush rritet e zhvillohet me dashuri. Të qenit në kryet kësaj shkolle me bagazh të pasur intelektual, më jep frymëzim e mbi të gjitha energji dhe më shton bindjen se sa e rëndësishme dhe e shenjtë është puna që bëjmë për fëmijët dhe për të ardhmen e tyre. Ky jubile, i cili e gjen shkollën tonë në kulmin e saj, është gjithashtu një moment që më kujton se si çdo hap që kemi ndërmarrë, çdo vendim që kemi marrë dhe çdo projekt që kemi realizuar ka kontribuar e ndihmuar në arritjen e kësaj dite të veçantë. Ne vazhdojmë të angazhohemi për të siguruar që ky burim diturie me emrin Liria të jetë një vend ku çdo nxënës ka mundësinë të zhvillohet plotësisht, ku mësimdhënësit ndihen të vlerësuar dhe ku të gjithë mbështetësit e shkollës e gjejnë gjithmonë forcën për të vazhduar më tej e për të arritur më shumë. Sot, më krenar se kur, festojmë jo vetëm një numër, por një rrugtim të gjatë e të begatë, ashtu si që ka filluar karavani i frymës Liria, të betuar do të vazhdojmë të rritemi bashkë e të punojmë pa ndërprerje drejt sukseseve dhe rezultateve edhe më të mëdha. Këtë kënaqësi të veçantë që sot në këtë përvjetor të rëndësishëm të jem pjesë e festimit të 80 vjetorit të shkollës fillore Liria, një ndër institucionet më të vjetra dhe më të respektuara të arsimit në Shkup dhe më gjerë. Ky jubile i rëndësishëm nuk është vetëm një përvjetor kalendarik, por një moment për të reflektuar mbi historinë, vlerat dhe kontributin që kjo shkollë ka dhënë në edukimin e shumë brezave. 8 dekada përbëj një histori të pasur, një rrugëtim të mbushur me përpjekje, sfida, por mbi të gjitha me suksese të shumta dhe arritje të lavdërueshme. Në emër të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, ju përgëzoj për këtë rrugëtim të gjatë dhe të ndritur. Shkolla Liria, që nga ditët e saj të para, ka qenë dhe mbetet një vatër e dijes dhe përkushtimit ndaj edukimit të fëmijëve. Gjatë këtyre 80 viteve, ajo ka formuar mira nxënës të cilët sot janë qytetarë të denj, profesionistë të suksesshëm dhe kontribues të vërtet në jetën sociale, kulturore dhe ekonomike të vendit tonë. Mësuesit e kësaj shkolle kanë luajtur dhe vazhdojnë të luajnë një rol kyç në formësimin e karakterit të dijes dhe të vlerave njerëzore të brezat e rinj. Ky është një mision i madh, ndoshta më i madh në çdo shoqëri, dhe për këtë arsye mësimdhënësit tanë meritojnë mirënjohjen më të thellë. Ata nuk janë vetëm transmetues të njohurive, por janë udhëheqës të shpirtit,
të mendjes dhe të ndërgjegjes qytetare. Të dashur nxënës, ju jeni arsyeja pse arsimi ekziston. Brenda ju shqendron e ardhmja jon, energjia që do të udhëheqë shoqërinë drejt progresit. Shkolla Liria është një vend ku ju nuk mësoni vetëm lëndët mësimore, por ku formoheni si individ me vlera, me përgjegjësi dhe me ëndra të mëdha. Ju inkurajoj që të vazhdoni të mësoni me pasion, të punoni me përkushtim dhe të ndërroni pa kufi, sepse e ardhmja u takon atyre që guxojnë të ndërrojnë. Të nderuar prindër, roli juaj në suksesin e shkollës është i pazaventësueshëm. Bashkëpunimi mes shkollës dhe familjes çelësi për rritjen e fëmijëve të shëndetshëm në mendje dhe në shpirt. Pa mbështetjen tuaj të vazhdueshme, asnjë reformë dhe asnjë përpjekje nuk do të kishte sukses të plotë. Shkolla Liria ka qenë gjithashtu një simbol i bashkëjetesës, kulturës dhe identitetit gjuhësor, veçanërisht për komunitetin shqiptar këtu në Shkup. Roli i saj në ruajtjen dhe zhvillimin e gjuhës shqipe, në promovimin e kulturës sonë dhe në edukimin e nxënësve me ndjenjën e përkatësisë dhe respektit për diversitetin është jashtëzakonshëm. Sot, teksa përkujtojmë të kaluarën, jemi të vetëdijshëm për sfidat që na presin përpara. Arsimi është në një periudhë tranzicionit vazhdueshëm, teknologjia, zhvillimet globale, ndryshimet shoqërore, të gjitha kërkojnë një sistem arsimor të fortë, fleksibël dhe gjithëpërfshirës. Prandaj, Ministria e Arsimit dhe Shkencës mbetet e përkushtuar të mbështesë çdo shkollë që ecën me kohën, që investon në cilësinë e mësimdhënies dhe që ndërton ura bashkëpunimi me komunitetin lokal. Të nderuar të pranishëm, 80 vite janë dëshmi e qëndrueshmërisë, e vizionit dhe e përkushtimit. Shkolla Liria i ka kaluar me dinjitet dhe sukses të gjitha peripecitë historike, shoqërore dhe institucionale. Prandaj sot nuk festojmë vetëm një përvjetor, festojmë një histori të gjallë që duhet të ruhet, të respektohet dhe të vazhdojë me po atë frymë përkushtimi e dashurie për dijen. Në këtë ditë të shënuar, në emër të Ministrisë së Arsimit, ju uroj edhe shumë vite të tjera suksesi dhe zhvillimi. Uroj që shkolla Liria të vazhdojë të jetë një shembull i shkëlqyer edukimit cilësor, një shtëpi e dritës për çdo fëmijë dhe një krenari për arsimin në vendin tonë. Gëzuar 80 vjetorin, qofshit gjithmonë një burim frymëzimi për të gjithë shkollat e tjera dhe një udhërrëfyes për të ardhmen e ndritur të fëmijëve tanë. Kam nderin dhe emocionin e veçantë që sot, në cilësinë e kryetarit të komunës së Çajirit, por mbi të gjitha si ish nxënës i kësaj shkolle të dashur, të jem këtu për të përshëndetur 80 vjetorin e themelimit të shkollës fillore Liria, një nga institucionet më të rëndësishme dhe më gjatë të arsimit në Çajir e më gjerë në Shkup. Të nderuar të pranishëm, në emër të komunës së Çajirit, më lejoni të shpreh mirënjohje të thellë për të gjithë mësuesit, të dikurshëm dhe të sotëm, që me dashuri, përkushtim dhe sakrificë kanë ndërtuar me durim dhe vizion këtë histori suksesi. Ata janë arkitektët e heshtur të shoqërisë sonë, të cilët kanë ushqyer dhe formuar breza të tërë me dije, vlera dhe integritet. Në këtë rrugtim të përbashkët, ruaj kujtime të çmuara edhe nga hapat e mi të parë të arsimit. Mësuesja ime e parë, zonja Femie Pruthi, mbetet një figurë e dashur dhe respektuar për përkushtimin e saj. Ndërsa, kujdestari im i klasës, profesori i ndjerë Saqin Lamaxhema, kujtohet me respekt për qetësinë dhe udhësinë që e karakterizonte. Kjo shkollë është më shumë se një objekt arsimor. Është një vatër brezash, një urë lidhëse mes të kaluarës dhe të ardhmës. Një kujtim i gjallë për shumë familje që e kanë të lidhur jetën dhe identitetin e tyre me këtë institucion. Në këtë shkollë kanë dhënë mësim edhe prindërit e mi, duke shndruar lidhjen time me shkollën fillore Liria në një trashëgimi të vërtet familjare. Sot, shkolla Liria vazhdon të luajë një rol të jashtëzakonshëm në formimin e gjeneratave të reja, me një numër prej 926 nxënësish dhe një staf të përkushtuar mësimdhënësish, ajo përfaqëson një nga shtyllat më të forta të arsimit fillor në komunën tonë. Kjo shkollë ka nxjerrë ndër vite emra të suksesshëm në fusha të ndryshme, në matematikë, shkencë, në sport, në art e në shumë drejtime të tjera,
duke e shndruar në një krenari të komunitetit tonë. Ndërkohë që ne si komunë punojmë për të përmirësuar infrastrukturën, kushtet dhe mbështetjen institucionale, themeli më i rëndësishëm i një shkolle do të mbetet gjithmonë njerëzit, ata që edukojnë dhe ata që mësojnë. Uroj nga zemra që shkolla Liria të vazhdojë të lullëzojë me të njëjtin shpirt, me të njëjtin mision dhe me të njëjtën energji pozitive që ka përcjell ndër vite. Le të punojmë të gjithë së bashku që ajo të mbetet një vatër e dijes, një simbol i përparimit dhe një dritare e hapur drejt një të ardhmeje më të ndritur për fëmijët tanë. Programi festiv përfshiu recitime, këngë, valle tradicionale dhe materiale historike që dokumentojnë rrugëtimin e shkollës që nga themelimi e deri më sot. Ky përvjetor ishte më shumë se sa një fest, ishte një moment reflektimi dhe vlerësimi për kontributin e shkollës fillore Liria në formimin e qytetarëve të dijshëm dhe të përgjegjshëm.